Gjendemi para kabinetit të arsimit muzikor. Siç e dim, nëntori është muaji për të cilin të gjitha shkollat shqiptare përgatisin manifestime për festat e nëntorit. Kështu që, ne si nxënës të klubit mediatik në shkollën fillore 25 maj, vendosëm të realizojmë një intervistë me protagonistët kryesor të manifestimit madhështor, i cili u mbajt në shkollën tonë. Jani me ne. Që keni pranuar ftesën që t'jesh në intervistë me ne në klubin mediatik. Ju faleminderit juve, edhe po njëna shumë i privilegjum, unë në jetën time kam pas rast që me pas intervista goxha të bollshme, po që kjo intervistë po më duket shumë e veçantë. Fillimisht pse është iniciativë prej anës juve, edhe është shumë e vlerë, edhe po besoj që ka me qenë dobëprurës në debat me juve. Si përfillojmë na përshkruani rrugtimin tuaj nga përzgjedhja e profesionit për muzikë e deri në mbarimin e fakultetit? Po tash po mundona me lidhë edhe për juve, me qenë më thonë sa ma informativ. Si çdo fëmijë ka dikun i pikas 2-3 drejtime në cilat don me qenë i dobishëm për këtë shoqëri, po kryesisht edhe për vetë. Dhe jo vetëm i dobishëm, po edhe i plotësueshëm.
E unë muzikën e kam pas një prej disa drejtimeve, kështu që më ka fletë në zemër. Fat që kam pas instrument në shtëpi, po një e mirë edhe që e kam pas familjen, konkretisht prindin, të vetëdijshëm në atë kohë, sepse në kohët në cilat për shembull unë kam jetuar, kanë qenë shumë ndryshme me kohët që po jetoni ju, ka qenë shumë e vështirë me marrë përsipër ndonjë drejtim që është defizitar. E ku bëhet fjalë për artet, në vendet tona kanë qenë shumë tema kështu tabu, të paragjikume. Unë bëhem djali muzikant. Nona ka qenë e guximshme, më ka udhëzu për shkollë të ulët muzikës, aty domethënë e kam gjetë atë mishnimin kryesor me muzikën, mandej ajo veç ka shkutu rrit, është kalit me kohën, edhe struktura profesionale, po edhe me formësimin e personalitetit, mandej, do thonë është bë pjesa kryesore, shtylla kryesore e jetës. E mandej pse jo, udhëzimet në profil profesional, në shkollë të mesme të muzikës, fakultet, deri në, do thonë, deri gradën e parë, master. Kjo pak a shumë, do thonë, dëshira ka qenë kështu e natyrshme, nuk kam ndaj farlloj kështu shkëndije të veçantë, do thonë, këto punë ja lindin, ja nuk fitohen rrugës, është problem më fitu rrugës. Që po mendoj që ja kam pas një prirje pak kështu me lindje. Sa ko keni që punoni në shkollën tonë dhe sa jeni të kënaqur nga profesionalizmi i nxënësve në aspektin e arsimit muzikor? Në shkollën fillore 25 maj, Hasanbek, ku gjendemi tash për momentin, kam pas fatin që jam punësu diku ka fillimi i vitit 2017, tash domethënë po hy në 8 vjetorin tim si mësimdhënës. Sa jemi kënaqur, tash unë profesionalizëm për nxënësve na nuk presim, normalisht se ju jeni këtu në këtë nivel për me trasu rrugën që është me mrit të profesionalizmi, po për kushtim po, angazhim maksimal po, jam shumë i kënaqur edhe kam gjetë një klimë shumë pozitive, jo vetëm me gjeneratat e juve, normal ju jeni më të veçantë, megjithëse kemi ardhur këtu në këtë pikë ku s'ka ndodhur më herët, do thonë është një veçanti që ju ban juve pak më veçu, po kemi pas gjenerata shumë të mira, punëtor, që frytet kanë nisë edhe me i dhanë për drejtimet që i kanë zgjedhë. Do thonë për atë intervalin kohor 8 vjeçar tash kemi mri me taku nxënës që punojnë, lloj punë ndryshme, domethënë, qoftë edhe në drejtimin shkencor, nëpër spitale, bëjnë praktika edhe na vjen shumë mirë kur i takojmë, po kryesisht edhe prej anës muzikës, unë do t'i veçoj, domethënë kemi nxënës që kanë vazhduar edhe ndjekin rrugën profesionale muzikë, kemi pas nxënës shumë përkushtuar, ndërta mirë është me veçu dy nxënës që kemi pas rol model ndoshta, është violinistja Aurela Aske dhe bateristi ose perkusionisti Leart Hamiti. Janë dy nxënës që vazhdojnë ndjekin studimet profesionale. E tash nesër unë me gjithë shpirt, si thonë ato, edhe krah hapun kisha dashur që kategoria e nxënësve me marr vendin tem. Edhe nesër na me pas, do thonë zavendësues trashëgimtar, se para të punojnë. Do të marrë në një pikë ku ai profesionalizmi që e cekët ju, me anë shprehje dhe mu kone edhe ma i fuqishëm, edhe ma dobiprorës se sa që kemi mund me realizu ne. Çfarë kishit të përgatitur për manifestimin e festave të nëntorit për shkollën? Tash neve jo shumë larg e patëm rastin që ta shënojmë ditën manifestimin për 28 nëntorin. Kryesisht tradicionalisht neve kemi mbjellë një kulturë në vazhdimësi që këto data të shënohen, edhe të shënohen në forma sa më të veçanta. Gjithmonë shkolla jonë ka qenë, do thonë, vigjilente në këtë pikë. Kemi pas staf jashtëzakonisht përkushtuar, jashta drejtimit, do thonë, të landës së artit muzikor, edhe aktivi i gjuhëve, edhe aktivi i arteve figurative, siç janë, po edhe grupe dramatike. Do me thonë,
kemi përgatit një program të larmishëm, po që vlen theksohet që ata që kanë qenë prezent dhe kanë pa, ka qenë një model risi këtë vit, shkaku edhe i mungesës së hapësirave në shkollë, sepse shkolla numëron shumë nxënës edhe kapacitetet janë shumë të kufizuar për me mbajt një manifestim, duhet një sallë, një amfiteatër. Edhe neve kemi zgjedhë modelin e atij sistemit multidisiplinar, sistemit me tabla artistike, i kemi nda në 3 grupe, kemi pas rast që me shpalos një ekspozit figurative, ku nxënësit domethënë i kanë shpreh punimet e tyre, talentin e tyre, domethënë në formë të hapur, në formë publike, dhe kanë pas rast mysafir me ndjek. Pastaj kemi pas tablën muzikore, ku orkestri dhe kori i shkollës kanë përgatitur pikë muzikore, veçanërisht me tematikën e 28 nëntorit ose festave të nëntorit, sepse është edhe 22 nëntori dita e alfabetit. Dhe pastaj ka vazhdu programi, domethënë rrjedha e programit lart, ku kemi pas edhe pikë dramatizimin, recitimet, pikë muzikore tjera të ciklit ulët dhe ciklit lart. Ka qenë në organizim i jashtëzakonshëm, sa kohë na merr organizimi, po tash neve kemi një grup konsiderueshëm të nxënësve që janë talentuar dhe kanë problemin më të madh kur vjen puna e domethënë audicioneve, me zgjedhje nxënës. Të gjithë kanë dëshirë, jo gjithë kanë mundësi. E ne mundohemi që pak me mujt me gjetë një mesatare që pak edhe me ja plotësu dëshirën edhe pak me ja marrë mundësinë, sepse kryesisht në muzikë neve nuk mund t'im shefim gjana. Ose këndon, ose ke prirje, ose s'ke prirje. Po mundohemi ndonjëherë kështu. I bëjmë me kështu me mimika, me isharete, këndo mos këndo, ku ka siguri, ku ka pasiguri, që deja po qesh se e din sakt, sa është pjesë e korit. Orkestrin e kemi shumë të veçantë, prej se kemi fillu ne me punu këto, orkestrin e kemi rikthy, ka qenë në një pauzë, shkaku i mungesës së instrumenteve. Po konstant kemi pas për kraje, domethënë nga udhëheqësia e shkollës, edhe e kemi dëshmuar edhe me punë, edhe po na u siguruan edhe mjetet edhe kapacitetet e punës. Orkestri është ndoshta një ndër pikat që është kthese e madhe për vendin, edhe jo rastësisht i përmend ato kuadrat që kanë gjetë, domethënë tash atë farë sensin për me vazhdu me studiu muzikën, lind prej të orkestrit, sepse kanë kontakt me instrument. Një fëmijë që ka kontakt me instrumentin, fillimisht në formën kulturore është më i gjanë. Kap një spektër më gjanë kulturor, po pastaj edhe forma e sjelljes. Neve gjithmonë mësojmë në përorë muzikore që edhe forma çka dëgjon, si dëgjon, të bën edhe ai që je, si sillesh, si flet, edhe si vishesh, edhe si mendon, edhe formën që strukturon një fjali. Kretë këto janë pika që ndihmojnë kulturimin e fëmijëve. Edhe po mendoj që edhe te orkestri kemi arrit me bëni një formacion bukur të mirë. Kemi mandolinë, kemi ukulele, gitar, kaon, zile, marakas, instrumente që janë veçanta, po që e kanë gjetë vendin e vet në interpretim. Tani të ndjekim një pikë artistike të përgatitur nga kori dhe orkestri i shkollës tonë për manifestimin e festave të nëntorit.
Pas pikës artistike që ndoshta me korën dhe orkestrën e shkollës, tani do vazhdojnë me pyetjet me ansimtarin. Na tregoni dallimin në kohën tuaj dhe tani në lidhje me arsimin muzikor dhe tekstet shkollore. Kështu, kjo pyetje pak, domethënë, ndoshta e te kalon kështu mesazhin për fëmijët. Kështu, me tekstet shkollore kemi revolt të madhe dhe ju jeni të vetëdijshëm se 2 vjet, domethënë me juve kemi punu pa libra të artit muzikor. Edhe tash që kanë ardhur librat janë të mangë. Edhe kjo është një, mund me thonë, një mangësi e sistemit që nuk mirën njerëzit adekuat për me përpilu një libër i cili do të ishte më afatgjatë. Tash kuptohet që librat sojnë risi, sepse zhvillohen gjitha drejtimet profesionale edhe duhet të futen për shembull koncepte të reja. Mirë, po bazamenti duhet me qenë shumë i mirëfillt, edhe ka mungesë shumë të madhe të çështjeve bazike që janë të edukimit të artit muzikor. Sa i përket literaturës, domethënë jemi jashtëzakonisht gënjym, ne si mëdhenj dhe ju e dini, ne sa kemi dhënë mund të improvizojmë, domethënë non stop në orët e artit muzikor kemi improvizuar me forma vetanake. Tash për neve ajo ka qenë një punë plus, ndoshta për juve është kështu larg logjikës me kuptu, po ta marrësh një temë tematik ditore me përgatitë dhe me pas atë presionin se prej ku me i nxjerr dhanat edhe me a përpilu një mësim aq thjesht që me kuptu sa ma lehtë nxënësit kushton merr kohë. Këtu është rëndësia e librave, domethënë, që nëse e kishe pas librin e mirëfillt, gjysën e kohës ta kish kursy, mos me harxhu energjinë, domethënë çat. Po kjo është domethënë çështje që nuk varet prej neve, varet prej sistemit dhe njerëzve që udhëheqin në hierarkinë e sistemit. Ndoshta shumicës ju konvenon që ashtu mos me pas progres të madh, po ne gjithsesi nuk kemi gjetë arsye. Se po mungojnë librat, tash mos me mbajt orën, gjithmonë mësimet kanë rrjedh, puna është bë, po mendoj që kjo është një nga prej pikave që e ke shpjegu këtë, sa është dallimi shumë i madh. Do thotë unë shpesh ju tham nxënësve të mi, pa modesti, jo me atë qëllimin që të tregoj ndaj farë lloj megalomanie. Po këtë fjali e përdori edhe që Deja është pjesë e korit edhe mundet me dëshmu nëse unë e tham kundërtën. Unë e tham kështu, si zhvion, po ta kisha pas unë një arsimtar, si që jam unë sot për nxënës, për juve, unë nuk e di, nuk e besoj që kisha mujt me alon 5 minuta kohë të lirë. A që kam dasht landën muzikës, por nuk i kemi pas na këtë afërsi, nuk ka pas shans të mu afru me arsimtarin, me përjetu për qafim, me fjalë të ngrohta, me bisedu. Ka qenë në formë shumë strikte e komunikimit. Mirdita, shënon mësimin, ditën e mirë, ciao. Ka qenë pak ma e ngurt, situata ka qenë e tillë. Mësimdhënësit kanë qenë pak ma të kufizum, jo për faktin se kanë qenë ma pak profesionist, përkundrazi, po ka pas shumë mangësi të mjeteve, mungesë të mjeteve didaktike të punës, po edhe mjeteve domethënë profesionale, që sikur qysh e ceka, domethënë për instrument. Edhe nuk ka mund me u përmbush në shkollë fillore, unë ashtu siç ju, shpesh juve ju del kohë edhe me dal jashtë atyne margjinsave të kënaqësisë, pak edhe me dal pak, në kështu, në ekstazë pak. Ndoshta prej krejt kësaj dallimin mas shumë të e kisha bën në kontekstin e shfrytëzimit të mirave të sotshme. Shfrytëzoni të mirat të sotshme se nuk i kemi pas. Neve nuk i kemi pas këtë luks që e keni sot ju. Ne kemi pas problem karrikë me gjithë. Tash edhe në tym detaje se kanë me na dëgjuar nxënësit edhe prindët edhe besojmë kuptojnë këtë aspekt. Ti s'pari e dash me siguru karrikën me ul, pastaj çështja e ambientit, kushtet katastrofale, nxemja, mungesa e nxemjes, detyroshim ka njerë kështu me shkuarën e dytë të shtëpia.
E ma na për dallim për juve kështu kur e lirash me ma herët, dikush edhe qajke, se po shkon në shtëpi. Te ju nuk ndodh kjo. Orën e dytë do thonë ju jeni në atë gëzimin më të madh se po shkon në shtëpi. E janë këto disa ndryshime që unë po mendoj që janë shumë evidente edhe mirë që kanë ndodhur disa ndryshime, po duhet me mbajtur një kontroll. Mendoni që muzikës i jepet rëndësia që e meriton? Nuk mendoj se muzikës i jepet rëndësia që e meriton. Koncepti të artit përgjithsisht të vendet tona, që kanë ndikim patriarkal, shpesh i jepet një konotacion i kundërt, domethënë njerëzit mendojnë që ende funksionojnë me atë mendimin që muzika është ndaluar e kësi gjana. Që për mu, për njerëzit që ndjekin rrugën e intelektit, ata që kanë një rrjedhë logjike, ai e kupton se ku është kufizimi, çka është arti, ku është e mjaftueshmja dhe ku është e teprueshmja. Domethënë, po neve na mungon ende si shoqëri një zhvillim kështu i emancipimit kolektiv. Edhe për atë arsye, domethënë ndodhin këto gjëra që muzikës nuk i jepet e rëndësi, artit muzikor konkretisht nuk i jepet e rëndësi, po për atë arsye jemi ne, gjeneratat domethënë që janë profilizuar edhe që duan domethënë bëjnë çmos, punojnë që ta ngrisin nivelin e botkuptimit. Si përfundim, deshëm t'ju pyesim nëse keni ndonjë porosi të fundit për nxënësit tanë. Që fillimisht ju falenderoj për intervistën, domethënë ishte një intervistë me vërtet e veçantë, edhe keni bë mundi kështu pak në siklet se është problem me të intervistu gjeneratat e juve, se ju pak e dy bani do punë kështu pa sherr, edhe del që e shton panikën. Porosia një ndër kryesorët për mendimin tim do të ishte që luftoni vazhdimisht që të krijoni një balans që të dalloni të mirat dhe të këqijat që i sjell shoqëria. Nëse mrrini në këtë pikë, s'keni nevojë me pas as kujdes të veçantë, as njerëz që rrinë mbi kokë. Mjafton vetëm tuleni, krijoni vetdije, me analizu gjërat pozitive dhe negative që ndikojnë në jetën e njeriut. Nëse mrrini në këtë pikë që ta dini me nda të mirën dhe të keqen, ju e keni trasuar rrugën për sukses. Kjo do të ishte porosia ime. Dhe ju uroj shëndet edhe faleminderit që keni gjetë kohë. Edhe është kënaqësi gjithmonë me punu me fëmijë si ju. Faleminderit shumë. Gjithashtu jemi të kënaqur që kemi një arsimtar si ju. O faleminderit. Mos më komplimentoni shumë si tani. Porosia ishte e shkëlqyeshme. Faleminderit, faleminderit.